fundjavë vendimtare. Një mesazh hyjnor po vjen për ty, mos e injoro. Kjo fundjavë nuk është si të tjerat. Energjitë marrin një kthes të papritur, sikur universi po përpiqet të tërheqë vëmendjen me çdo mënyrë. Një sinjal i fortë, një ndjesje e brendshme, një ndryshim i vogël, por domethënës të gjitha bashkohen për të çuar 4 shenja drejt një mesazhi hyjnor që nuk duhet neglizhuar. Nëse prej kohësh ke pritur një shenjë, një përgjigje apo një zgjidhje, kjo fundjavë hap një portë të re. Dritat e universit po lëvizin për ty, mjafton të jesh gati t'i dëgjosh. Demi, fundjava sjell një qartësi që prej kohësh ke pasur nevojë ta ndjesh. Ka një energji të butë, por jashtëzakonisht të fortë, që të shtyn të kuptosh ku duhet të shkosh dhe çfarë duhet të lësh pas. Një moment i vogël, një bisedë, një sinjal, një mesazh hap një dritë të re përpara teje. Në dashuri, dikush tregon ndjeshmëri më të madhe dhe ti e kupton se diçka po ndryshon realisht. Për disa mund të vijë një rikthim i papritur, ndërsa të tjerët marrin guximin të largojnë një situatë që i ka konsumuar. Në punë, energjitë hapin rrugën për një mundësi që vjen në heshtje, por me shumë potencial. Edhe financiarisht, një lëvizje e vogël sjell stabilitet. Intuita jote është në kulm, dëgjoje, sepse po të paralajmëron për diçka të madhe. Kjo fundjavë është thirrja hyjnore që të fton të mos kënaqesh me pak, të mos pranosh gjëra që nuk të përkasin më. Një kapitull i ri nis aty ku ti guxon të thuash: më mjaftoi. Luani, një energji e fortë shpërthen në fundjavë, duke të vendosur në qendër të vëmendjes ashtu siç e do shpirti yt. Por këtë herë nuk është thjesht ego apo dëshirë, është një thirrje hyjnore që të shtyn të marrësh drejtimin e jetës tënde. Në dashuri, një person tregohet i sinqert dhe hap zemrën më shumë se zakonisht, duke krijuar një afrimitet të veçantë. Një vendim i madh mund të lindë natyrshëm. Në punë, dikush të sheh si lider dhe mund të propozojë një rol ose detyrë të rëndësishme. Një mundësi të ndjek dhe të kërkon ta pranosh me kurajo. Financat përmirësohen ngadalë, por sigurt. Energjia e kësaj fundjave të çon drejt shfryrjes së egos negative dhe forcimit të vetbesimit të pastër. Mesazhi i universit për ty është i qartë: je gati të ngrihesh në nivel të ri. Mos lejo që frika ose dyshimet e së kaluarës të ndalojnë. Kjo është fundjava ku zemra jote ndriçon më shumë se kurrë. Akrepi, fundjava ndes transformimin tënd të brendshëm, duke të vendosur në një pikë ku gjithçka që ka qenë e fshehur del më në fund në sipërfaqe. Një mesazh hyjnor vjen në formën e një intuit të fortë, një ëndrre ose një takimi që nuk është rastësi. Energjitë të shtyn të shohësh të vërtetën pa frikë dhe të lësh pas çdo gjë që të pengon të rritesh. Në dashuri mund të ketë një bisedë të thellë, një kthjellim ose një çlirim emocional që ka qenë në pritje. Në punë mund të zbulosh një informacion që të jep avantazh ose të çon drejt një vendimi të mençur. Financat kërkojnë kujdes, por një mundësi e re lind pikërisht nga aty ku nuk e pret. Kjo fundjavë është portë transformimi, një kapitull i vjetër mbyllet, një energji e re shfaqet. Mesazhi i universit për ty është i ngjeshur me fuqi, je më i fortë se frika jote dhe më i zgjuar se çdo pengesë që ke kaluar. Ujori, kjo fundjavë të gjën të frymëzuar, por edhe pak konfuz, sikur energjitë po të ftojnë të ndjekësh një drejtim të ri. Një sinjal hyjnor vjen për ty në momentin më të papritur. Një takim, një ide, një mesazh ose një ndjesje e brendshme që të dridh shpirtin. Në dashuri, dikush të afrohet me qëllime të sinqerta dhe mund të lindë një lidhje më e thellë se sa mendon. Të zbulohen motive të vërteta dhe kjo të jep qartësi. Në punë, kreativiteti shpërthen dhe mund të gjenerosh një ide që ndryshon kursin e projekteve të tua. Financat stabilizohen, por mos bëj hapa impulsiv. Ujorët janë të zgjedhur këtë fundjavë për një mesazh të veçantë. Universi po të fton të besosh në rrugën tënde, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë. Një fazë e re, më e lirë, më shpirtërore, fillon tani. Dëgjoje thirrjen.
Nëse energjitë e kësaj fundjave prekën shpirtin tënd, dije se universi po të flet me qartësi të rrallë. Shkruani në komente. E pranoj mesazhin e kësaj fundjave dhe le të hapet rruga për energjitë e mira. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në Zërin e Universit dhe të ndani videon me dikë që ka nevojë për këtë dritë hyjnore. Drita është me ju.